Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se në absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjerohej me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçars? A ka akt më absurd? Është akti luft që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. Keni dërguar mesazh të gjithë punojësit e thjerit lushtjes të gjithë jugut. Një lloj si Ramizalia, që donte të na shpallte Republikën e Vlorës me vullnetarët e Enverit. Tani e vullnetarët e Edit. Mos e provoni, Mos e provoni. Të ndiqen rregullat. Ka një protest më që denoj dhe dhullën ndaj tyre. Një protest qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat, nuk përfaqëson tërësinë aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste, praktika antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Për të përfunduar dhe ju, sot e tutje doktoresh, nuk do quhesh më Spahiu, por Mekati, se ti ke votuar ligjin 24. Ti e zonja Mekati, tani e kupto vete, edhe në gjendje civile do shkojmë të ndrojmë mbiemrin, të quajmë jo Spahiu, po Mekati. Faleminderit, shumë faleminderit zoti Berisha për mbiemrin e ri. Zot fjalën e ka zoti Alizoti. E seancës.